Kaloj pak te partia e Zotit Shej. Pritës së vërtetës, në aspektin programor, është një parti e qartë. Dhe duket që Zoti Shej ka afruar njerëz dietar të mirë të shkencave politike, dhe edhe në teza që artikulojnë janë qartë as një parti me filozofi të djathtë, por ka një gjë. Partia politike nuk është hobi milionerësh. Pra, ti ke 1 milioner koleksionon makina, koleksionon shtëpi, ka nga ta që koleksionojnë libra, ka që janë dhe gjuetarë, vrasin elefante, kështu. Nësa Zoti Shej me sa duket, një nga hobet e tij më të mëdha ka politikën, të jetë qendër të vëmendjes, të jetë i pëlqyer e të tjerë. Nuk bëhet me hobi kjo punë. Politika, sidomos një parti e cila do të drejtoj vendin, duhet më shumë se aq. E para duhet të ketë karizëm, që i mungon. E dyta duhet ketë nuk duhet jetë one man show, duhet promovoj figurat e tjera. Ka mbellur vetëm Kaprin, ka ai cili ka një formim. Barbara Doda deri diku, po Barbara Doda e kishte edhe personalitetin e saj politik dhe më herët, nuk është se e mori atje 100%. Pra ka ngelur, duke sikur nuk po prodhon më. Edhe në panele kur do dali vetë nuk promovon të tjerë. Dhe në panele pastaj zihet me njerëzit. Edhe kanë vënë për shembull zihet me gazetarë. Madje në një panel ja kam thënë, pse zihesh me gazetarët? Zihet me biznesmenët, ndërkohë është biznesmen vetë. Zihet me gjithë, po duket që nuk e ka shumë natyrale, pra duket që është artificiale, sepse me sa duket, meqense ka dhe kompani të ndryshme, ai e mat këtë pjesën e pakënaqësisë që ka opinioni publik ndaj oligarkëve, ndaj të pasurve. Dhe këtë gjë do ta përkthej në kapital politik, po nuk i shkon. Një pasur nuk mund të luajë me kartën e varfërisë. Absolutisht. Dhe pastaj kjo kauza pastaj mbledh firma për Spakun, t'i çojnë në departamentin e shtetit. Domethënë, të mbështesësh Spakun nuk është politik. Spakun dhe ne mbështesim. Edhe unë jam pro Spakut, pro drejtësisë së re. Çfarë do thotë kjo? Po kjo do thotë që unë do votoj një parti politike se mbron ose një parti tjetër se kundërshton. E di kush më duket më i artikuluar. I mungon kauza. Ndërsa te Zoti Qorri. Po do të thënë ky Redi Muçi, më duket unë kam pasur dhënë para. Redi unë një të vogël. Është domethënë kemi qenë në një lagje në Gjirokastër. E njoh familjarisht, djalë shumë i mirë, familje shumë e mirë. Ka një studiuar në Francë. Ka studiuar jashtë, familjarisht, është djalë i artikuluar, po ka një gjë, diçka ju mungon tani. Pra, ajo që shikoj unë, më duket se stili i tyre të bërit politik, unë kam mbaruar shkenca politike, i kam lexuar shumë mirë. Stili i tyre të bërit politik është një stil i viteve të kaluara. E majta e vjetër, e majta konservatore, nuk është më atraktive. Jo më kot, e majta moderne ka futur element të rinj. E majta moderne, modelin më të mirë në Europë, e ka në Spanjë. Megjithatë, dua të them diçka, Arbër, është i vetmi që kur bën ndërhyrje në parlament, thot diçka. Jam dakord, nuk kam asnjë gjë dhe unë domethënë nga gjithë këta deputetët e rinj, ky mjaft i Shqipëria bëhet një herë kjo gruaja se ekziston fare. Jo, ajo dihet. Po pra mirë shkreta, po si duket. Nëse është aksident atje. Po mund t'ia shkruani në një fjalim, nëse duan të ringrihen, po. Është aksident, nuk. Po pra. Mundësia është kjo që the ti, ngatron podiumet, aty ku duhet të zihet hesht. Dhe gjithsesi nuk ka një lloj, shikoj, gjithë këta të pasurit, emigrantët sidomos të pasur, mendojnë që mund të ngjajnë Berlusconin, duke harruar që Berlusconi kishte një të kaluar shumë politike përpara si biznesmen. Berlusconi ishte edhe artist pastaj. Po patjetër pra, patjetër. Ishte dimensione të. Edhe ndërsa ky mund që më duket i vetmi që është dhe ngre probleme ose kap defektet e. Jo, jam shumë dakord. Edhe për mua më duket një parti simpatike, por duke i ndjekur tendencat e të majtës globale, nuk e afron shumë tezave të Bernie Sanders. Po pastaj ka një gjë, disa të majt që kanë qenë të majt shumë të fortë, siç ka qenë edhe kreu laboristëve para disa vitesh, e pash që vajti në Kubë dhe doli kundra Trump për Kubën. Pra, duhet të modernizohen dhe të përshtaten kohës. Unë i shikoj në një stil pak të vjetër. Ndoshta janë shumë teorike dhe janë akoma me ato bazat e të majtës, por në ditët e sotme nuk ka më të majtë dhe të djathtë.
Pra një parti ka themelin e saj që ndoshta e ka të majt, po bën politika të djatha. Njëjta gjë në Francë, njëjta gjë në Spanjë, në Gjermani e të tjerë. Pra dhe këta unë mendoj që duhet modernizohen dhe mbi gjitha ajo që tha Beni ishte shumë interesante dhe mua më pëlqeu. Pra objektive afat shkurtër, afat gjatë dhe afat mesëm. Kam frikë se asnjë. Nëse një parti politike synon që nga një mandat të shkoj 2 mandate në zgjedhjet e tjera, janë 8 vite. Nëse do të shkoj 4 mandate në mandatin në zgjedhjet e tjera, janë 12 vite. Pra, nëse ajo do synon që të rritet me 1 me 2, çdo palë zgjedhje i bie për 50 vjet të vej 50 vota, 50 mandate. A kanë kohë shqiptarët, a ka kohë vendi, a ka koha në vetvete që të jetë mekanike nuk. Po pikërisht, pra kjo është ajo që unë nuk i kuptoj shumë partitë e reja. Qëllimi në vetvete nuk është ato të jenë, se është për shembull Partia Republikane. Është parti. Po kush është qëllimi i asaj partie? Parti kryetar, merr 1-2 vota, 2 mandate që ai e Berisha në listat e ndryshme. Ka një kryetar partie i cili mrekullisht nuk thot asgjë domethënë. Po jo, po ta kam fjalën kush është qëllimi dhe qëllimi. Qëllimi nuk është të jesh. Qëllimi i partie politike është që të jetë në drejtim të përmirësoj vendin e tjetra, po nuk është thjesht të jemi në atje.